Arrestohet në Tiranë një person i dyshuar si vrasës serial i fëmijëve. Ardian Porrenjasi, 45 vjeç, sipas policisë ka pranuar ekzekutimin e 13 vjeçarit Julian Çela, i cili rezulton i zhdukur që prej nëntorit të vitit të kaluar. Porrenjasi është kapur në flagrancë teksa kishte rrëmbyer dje në mbrëmje një tjetër fëmijë 10 vjeçar, të cilin po bëhej gati ta vriste sot në shtëpinë ku jetonte me qera në Laprak. Policia e kryeqytetit ka prangosur në mezilën e së dielës mostrën 45 vjeçare Ardian Porrenjasi, punonjë si pastrim gjelbërimit në Bashkinë e Tiranës, i cili kishte rrëmbyer një ditë më parë 10 vjeçarin Armando Cani. Pas marrjes në pyetje, i dyshuari ka pranuar dhe vrasjen e fëmijës tjetër, atë të djalit të nëndrejtorit të shërbimit informativ shtetëror. Gjithë ngjarjet horror kanë ndodhur në këtë shtëpi, pranë së cilës ndodhi dhe banesa e fëmijës rrëmbyer dje në mbrëmje. Gjyshi të miturit tregon për Vision Plus momentet e largimit të fëmijës, si dhe gjetjen e tij në banesën e manjakut 45 vjeçar. Erdhën policia, shadikdiko, dole pritë, erdhën policia, o futën mren, ma kur o prefën e të kështu, në thash djalin, që më qenë nga ora 10, nuk e kërkoj jetë gjallë, pa kofon. I tham shadiku, të lutëm, që dhe që kjetë qëpa vështë të shok. Me premtejnë fëmi që qunë e ka shno Shqipërinë. Gjana tha ka probleme, po ata e kom bë një rigja tjetër. Ta shoh me gjithë 9-10, ka besh kam. E kam fut, meren, e kam pa, ju varë sa më shmëqa, për të fjallë. Momentin që unë ja shput atamën, që unë më shëjdërë, vokër gjysh edhe shputi trupin. Por me njëherë pas kësaj ngjarje, policia nisi hetimin e për ngjarjen e 4 muajve më parë, të zhdukjes së 13 vjeçarit Julian Çela. Dy të miturit jetonin në një lagje, madje njiheshin me njëri tjetrin. Në banesë mbërritën ekspertët kriminalistë të cilët sekuestruan provat materiale, të cilat e kanë vënë përballë fakteve 45 vjeçarin, që është detyruar të tregojë krimin. Mësohet se 45 vjeçari jetonte me gruan e tij të dytë pas divorcit me bashkëshortën e parë. Ai punonte me automjet grirës të plerave në një firmë të kontraktuar nga bashkia. Fqinjët tregojnë se ai ishte i vështirë në komunikim, ndërsa shumë shpesh ishte parë që të sillte në shtëpi fëmijë të lagjes. Ne kishim 5 vjet komshi e dy, as nuk na flis, as nuk i fliqi fare. Fliste merrte vetëm me fëmijët, i çojte për paqete, për ushqime, kështu, i merrte në makinë ku hidhte plerat. Një çun që afronte aty kishte shumë dorë, ishte ai dut. Dhe i thoi mos e afro, thonte po e du si çunin tim nga që jam i ndarë me gruan. Policia vijon hetimet për gjetjen e trupit të Julian Çelës, ndërkohë që dyshohet se 45 vjeçari ka dhe bashkëpunëtor në këto krime.